që kanë qenë për gjitha trojeve shqiptare, njerëzit që kanë pas dhimbje të mëdha, që kanë pas edhe sadopak që kanë përmbush me prezencën e tyre, prapë mungesa e shqiptarit nuk e mbush plotësimin e varrimit. Për mendimin tim është turp për gjykatën speciale krejt trojet shqiptare, e mos më qenë ish presidenti e çlirimtari që e ka çliru Kosovën me të vërtetë është turp. Edhe kam një kritikë edhe për institucionet, me të vërtetë marrë. Ato është tjenë këtu. Për Haxhi Thaqin, si që është njëftë një burr i urtë, një burr i ndershëm, që ka jetu jetën me ndershmëri, që ka lind fëmijë, si që është Haxhi Thaqi, ligjend, edhe për fjalë që nuk njeh dikush një fjalë që është e ulët, apo vetëm fjalë të mira për Haxhin, e dash Zoti, inshallah në xhenet veprat e tina shpërblehen. A mendoni që është bërë padrejtësi sot ish presidentit Thaqi që nuk ka qenë prezent në varrimin e babait të tij? Kjo është një padrejtësi e rëndë është, sepse është një diçka e papritne në liri, mos e mujt njeri me dashnin e vet me varros, sepse kjo është një antihumane që ka ndodhur prej botës perëndimore, sepse sikur të kishte ndodhur një vend tjetër, ne nuk kishim havit, po prej Hagës, prej vendit ku kanë lindë gjitha të mirat e civilizimit, me ndodh kjo është një befasi për të keq është. Pavarësisht që kanë qenë për gjitha trojeve shqiptare, njerëzit që kanë pas dhimbje të mëdha, që kanë pas edhe sadopak që kanë përmbush me prezencën e tyre, prapë mungesa e shqiptarit nuk e mbush plotësimin e varrimit. Kjo është një mungesë e madhe që kjo historia do ta mbaj mend. Quhem Xhevat Arifa, i prej qytetit e Stokut. Jemi ardhur me varros Haxhi Thaqin, babën e Haxhi Thaqit, edhe krejt kënë rregull, po mos prezenca e Haxhi Thaqit, për mendimin tim është turp për gjykatën speciale. Nuk ka gjykatë që ka drejtësi atë, se sot në këtë varrim ishin sa i pava krejt trojet shqiptare, e mos më qenë ish presidenti e çlirimtari që e ka çliru Kosovën me të vërtetë është turp. Çish ndjet ju kur i pa të gjithë këta njerëz nga gjitha trojat shqiptare, po në mesin e tyre nuk ishte ish presidenti Thaqi? Me të vërtetë shumë e njeva vetën krenar, se një lumë njerëzish kanë ardhur, po mungesa e Thaqit nuk kam fjalë ta përshkruaj, turp i koft gjykatës në Hagë që nuk e ka leju më morë pjesë. Edhe kam një kritikë edhe për institucionet, për presidentin edhe për qeverinë, me të vërtetë marrë. Ato është tjenë këtu, se ka varros baba i një çlirimtari që e ka çliru Kosovën. Faleminderit për juve, e Zoti ju rujt, e na keni nirë, po inshallah na bëni halal.